Të nderuar kolegë, së pari ju uroj secilin për jush që e keni marrë besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës për ta kryer këtë detyrë shumë të rëndësishme si deputet të zgjedhur. Lëvizja vetëvendosje për kryetarët të Kuvendit të Republikës së Kosovës e prezanton zonjën Albulena Haxhiu. Faleminderit. Përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje propozon deputetën për kryetar të Kuvendit propozon deputetën zonjën Albulena Haxhiu. Shërbimi i deputetëve të verifikoj numrin e të pranishmëve që të vazhdojmë tutje. Ju njoftoj se në sallë janë të pranishëm 115 vetë, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë tutje. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Nuk kalon 115. Jo i skolile. Është shtot 20 edhe nuk ka. Nuk ka. Konstatoj rezultatin, konstatoj nuk ka. Më thonë që nuk kalon. Konstatoj se Kuvendi i Republikës së Kosovës me 57 vota për, 20 kundër dhe 3 abstenime nuk e ka votuar kandidatën e propozuar për kryetarit të Kuvendit nga lëvizja vetëvendosje. Propozoj për një pauzë 15 minutëshe.